Heke dhurat prej qytetarëve, aktivistët gjuajnë me tort kryetarin e ZRS. Grupi i aktivistëve as një cent më shumë ka organizuar një veprim simbolik duke ëmbëlsuar kryetarin e zyrës së rregullatorit për energji, Ymer Fejzullahu, me një tort. Në një video të shpërndar nga grupi shihet një aktivist duke ia dhuruar tortën Fejzullahut, duke përplasur atë në timonin automjetit dhe mbi kryetarin e zërës. Pas kërkesave të shumta nga qytetarët, kemi vendosur të ëmbëlsojmë kryetarin e ZSR-s me 15%. Zotni Ymeri t'i pëlqejnë tortat me pronarët e Kecit, ndaj sigurisht që duhet i pëlqejnë dhe tortat e qytetarëve. Urime thuhet në njoftim.